Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët te Sheri. Podcastin tonë do ta fillojmë me pjesëmarrësit e Rin Show, si fillim me kampionët tanë e më pas me shkollat e tjera. Ulemi vajza. Hello, Sherista të vegjël dhe të mëdhenj. Jemi në part 1 e episodit me nxënësit e kolegjit Preka, pjesëmarrës në Rin Show dhe konkretisht me Leon. Leo, mirë se erdha. Shëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Atëherë, nëse nuk gaboj, individi i parë që ke dalë në skenë nga shfaqja juaj ke qenë ti. Po. Megjithatë, unë them ta lëm të pjesën, fokusohemi te sfilata. Patjetër. Po. Atëherë, karakteri yt ishte vërtet i veçantë. Pam që ti isha i dielli kur rrotulloheshin të gjithë planetet. Si erdhi ideja për sfilatën? Ideja e sfilatës nisi si një mënyrë për të thyer barrierat e shkollës tonë, të bënim diçka më të veçantë këtë vit. Megjithse kjo ishte ajo çka unë doja që pjesa më e madhe e nxënësve të shkollës tonë të dinin. Megjithatë, sfilata kishte një histori më të thellë. Sfilata kishte të bënte deri diku me mua, me të kaluarën time. Doja që të gjithë individët që merrnin pjesë të paktën te sfilata e planeteve flas, të ndiheshin për atë moment si diçka më e madhe, si literalisht planete, yje, diçka që e shohim vetëm në qiell, që nuk mund të afrohen sidoqoftë në tokë ku ne jetojmë. Dhe pak a shumë kjo ishte tema e sfilatës, ishte ndërlidhja e të shkuarës time me skenën e teatrit. Shumë e veçantë. Interesante. Po, shumë e veçantë. Me veshjet si arritët të koordinoheshit, sepse të bësh një sfilat nuk është e lehtë. E para punës duhet që veshjet, sepse ideja mund të jetë vërtet shumë e bukur, mund të ketë një imagjinat të shprenuar, por veshjet janë pjesa kryesore. Si u kujdesët që të kuroheshit nga pika e parë deri tek e fundit? Përveç pjesës dhe të kohës që jemi marrë gati një muaj e gjysmë me mbledhjen e ideve, me vendosjen e temave, unë sfilatën nuk e kam bërë të gjithën vetë. Kam pasur dy vajzat të mrekullueshme afër meje, që janë Aris dhe Doris, binjaket, ashtu siç e njohin. Dhe presidentët e kolegjit Preka. Ato kanë qenë afër meje në çdo hap që kam hedhur. Për një muaj e gjysmë, përveç meje dhe Arisi dhe Dorisi, që ndronim deri në 4 të mëngjesit duke gjetur rrobat, duke mbledhur idetë, duke skicuar. Unë u mora me skicën për të pasur një ide se si rroba do dukeshin në trupat e gjithë secilit, për të ndier më afër me veshjen të cilën unë i kisha caktuar. Kjo ishte e gjithë mënyra se si ne u morëm. U gjetën të gatshëm të gjithë nxënësit për të bërë këtë sfilat, ti thej që ishte ideja jote. Si u pranua njerëz, si erdhi, si u qas nga të gjithë? Kishte kundërshtime? Kundërshtime kishte, patjetër, sepse kundërshtimet nuk mungojnë asnjëherë, por ishte aftësia ime që t'i qasja nxënësit, që ta pranonin idenë time dhe të bëheshin pjesë e vizionit tim. Dhe më pëlqen shumë sepse procesi ishte shumë emocionues, të paktën për ata 11 veta, sepse ende nuk dua që të flas për sfilatën tjetër, sepse kemi plot për të folur. Ata 11 veta bashkë me mua, gjatë gjithë kohës ishim të qeshur, ishim të emocionuar, sepse provat e mia ishin shumë qasëse, domethënë ishin tepër pranuese, sepse atje kishim të bënim me 11 individ të ndryshëm dhe të gjithë në një mënyrë apo në një tjetër menduam që ishte më e mirë për ne që të donim njëri tjetrin, ta pranonim njëri tjetrin, që të nxirrim diçka të bukur dhe diçka të veçantë, ashtu siç u pranua dhe u vlerësua nga juria e teatrit. Okej. Po, the që i skicove veshjet. Po. Me thënë ke dhe qik talent në piktur? Patjetër, po. Po, të pyes kështu jashtë Rin Show se talenti nuk përfundon vetëm në atë natë? Patjetër që jo. Do vendosësh në një karrierën të ardhme në lidhje me këtë? Atëre... Apo do e mbash hobi? Nuk jam i sigurt nëse dua që ta mbaj hobi, me patjetër që do jetë një ndër pasionet e mia, sepse thellë brenda meje unë e di që kam lindur për të vizatuar, për të pikturuar, për të skicuar. Por për momentin unë kam aplikuar për inxhinierin ndërtimi, por gjatë gjithë kohës një zë mbrapa kokës time më thotë që duhet të vazhdosh inxhinierin tekstile.
ti do t'ja dalësh. Megjithatë nuk jam ende i sigurt, duhet t'i qartësoj idetë, duhet që të merrem akoma ta zhvilloj këtë talent dhe pse jo. Do vi një shkëndi që do të thotë një ditë çfarë do të vazhdosh. Një shkëndim patjetër që do të vi. Tani, hasët o një problem gjatë sfilatës, do një person që donte të merrte pjesë dhe në fund u largua, se për shembull ne në shkollën tonë me sa kemi marrë vesh nga presidenti, kisha nga ata persona që erdhën në fillim, ishin aq entuziast dhe një ditë para provës gjenerale thanë nuk vim dot. Nuk jam në djeni të këtyre problemeve, të paktën unë punën time e kam bërë. Pra ju ishit që nga fillimi deri në fund të gjithë. Po, sepse unë isha entuziast, sepse desha që të gjithë ata njerëzit cilët unë kisha zgjedhur për të qenë pjesë e vizionit tim, doja që të qëndronin atje pranë meje. Dhe përtej kundërshtimeve, përtej të gjitha problemeve që kemi pasur, ka qenë aftësia ime që të gjithë njerëzit që kishin këto kundërshtime të qëndronin. Domethënë, gjatë gjithë kohës mendoja që duhet të gjenim një gjuhë të përbashkët për të qenë fitim prurës. Mbajta atje ngusht, mos ikni, jo tani, se ne na... Virtyti një lideri i tillë duhet të jetë. Atëherë, për sfilatën e dytë, si erdhi ideja? Sepse ti the që sfilata e parë ishte pak nga jeta jote, po sfilata e dytë? Sfilata e dytë ishte ideja e vajzave, e Arisit e Dorisit. Kemi qenë të tre bashkë dhe po diskutonim sepse menduam që në fillim të vitit që duhet ta merrnim bashkë, sepse ishim një treshe shumë e bukur. Ishim një ditë dhe thjesht vajzat menduan që Leo po sikur të bëjmë sfilatën e detit dhe unë direkt thash po, më pëlqen shumë. Po duke qenë se unë isha shumë i angazhuar tek pjesa e sfilatës së planeteve sepse doja që të gjithë ta kuptonin mesazhin, megjithëse askush nuk e kuptoi sepse ishte diçka shumë personale e imja. Sfilata e detit më pëlqeu sepse duke kaluar te shkenca e sfilatës së planeteve, ne kaluam te fantazia e sfilatës së sirenave, sepse një pjesë e madhe e oqeanit, ashtu siç e dim, nuk është e zbuluar. Madje këto janë fjalët e mia ditën e parë që i kam thënë Francit, oqeani nuk është i zbuluar dhe ne duhet ta mbajmë fantazinë që kemi brenda vetes tonë për të vazhduar të imagjinuar që sirenat ekzistojnë. Kjo ishte ajo që kam shtyu. Dhe sfilata e sirenave është ekzekutuar në mënyrë perfekte. Nuk kishte asnjë lloj problemi. Më pëlqen shumë sa shndrisni, ishte shumë e bukur kushintuar trokitja dhe vajzave që janë me edhe ty. Patjetër që vajzave po. Mesazh që doni të përcjellni përmes sfilatës kishte ndonjë mesazh dhe me anë të veshjeve? Patjetër që kishte. Atëherë le të kapemi pak, ta fillojmë me sfilatën e planeteve duke qenë se ajo ishte ajo që ka nisi shfaqjen. Ashtu siç e thash më përpara, të gjitha veshjet ishin kuruar në një mënyrë që ajo sken, ai teatr nuk i kishte parë asnjëherë dhe nuk besoj se do t'i shikoj përsëri. Ishin të gjitha një spektër ngjyrash i ndryshëm, duke kaluar tek veshja ime që në ndrita shkëlqente, duke nisur tek thjeshtësia e mërkurit e derisa të vazhdojmë me planetet, me radhë të gjithë. Ishin një spektër ngjyrash. Mesazhi ishte që duhet që të mos kërcejmë në hijen e dikujt tjetër, duhet të shkëlqejmë në mënyrën tonë. Sa për sfilatën e sirenave, mesazhi ishte që duhet të vazhdojmë të ëndërrojmë, të mos i fikim dritat e ëndrave tona. Mos e burgosim fëmijën brenda nesh. Patjetër. Ai ishte pikërisht qëllimi. Ishte fiks pe artisti që thua që je. Nuk do artisti, nuk do ta lësh. Patjetër. Imagjinata duhet se pastaj bëhet arkitekt artisti kur e le imagjinatën. Pikërisht. Tani kemi edhe atë sfilatën ku të gjithë dolën ndryshe. Ku secili kishte, domethënë, ato personalitetin e tij, u bë me atë, nuk e di momentin që ka dalë kënga e The Weeknd dhe e Anitës, në atë moment kemi reaguar të gjithë. Ishte The Weeknd? Po. Ajo ecja, ato veshje, domethënë ishin, mendoja unë, mesazhi që unë mora ishte në një farë mënyre personaliteti secilit prej jush. Si erdhi ideja dhe për atë ecjen? Sepse kishim dhe personazhin e Mujit, nëse nuk gaboj unë. Dhe e mbaj mend mirë. Sfilata e tretë, sfilata e superherojëve,
takon Miguelit për të folur, sepse ishte ideja e tij dhe ka qenë ai që është marrë gjatë gjithë kohës me atë sfilat. Dhe unë nuk jam i sigurt sa duhet të flas për këtë pjesë, unë për veten time më pëlqeu shumë sfilata e tij, por që në qoftë se ai do ta ketë mundësinë që të thotë diçka në këtë podcast për ata, patjetër. Ne nuk I mbajmë të ngurtë këtu njerëz që s'ka mundësinë. Okej, dhe në fund do na japësh një mesazh për të gjithë ata që duan të ndjekin në ëndrrën e tyre, ti the që e pasqyrove edhe ti atë botën tënde në sfilat. Ndoshta ta përcjellësh ti mesazhin tënd për këta që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Asnjëherë mos e ndrydhni dhe mos e përkulni veten, personalitetin tuaj për të futur në botën e dikujt tjetër. Qëndroni vetvetja dhe më besoni mua që do shkëlqeni. Ashtu siç shkëlqyen ato yje në skenë. Siç shkëlqen dielli. Shumë faleminderit Leo, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit ju. Ne të urojmë suksese. Shumë faleminderit. Edhe unë ju.